Mirë se erdhët, ja të takohemi sërish në rrezën tonë, do të bisedojmë sot me Altin Jokën, do të flasim për tiroiden, për problemet që ajo sjell në trupin tonë, për shkaqet më të zakonshme, si të kuptojmë që kemi një problem me tiroiden për shkak të simptomave që në shfaqen, ndonjëri neglizhojmë, ndonjëri ngatrojmë me simptoma të sëmundjeve të tjera. Padyshim kemi mitet e çdo të mërkure, çdo puntate që kemi Altin Jokën në program dhe padyshim do të flasim si gjithmonë për një frut apo perim të stinës. Sot kemi zgjedhur të flasim për hurmat, ai shumë të dashur, ai shumë të shijshme dhe patjetër që kanë benefite dhe vlera për organizëm. Përshëndetemi fillimisht me Altin Jokën. Altin, të përshëndes. Mirë se vjen në këtë bisedë. Faleminderit. Ku po presim së pari të na thoni ju, të na tregoni se cilat mite do të ndajmë me publikun e gjerë. Atëherë së pari, unë dua të përmend një mit që ka shkuar shumë larg tek njerëzit, tek mendjet e tyre dhe është betonizuar edhe në qëndrimet e tyre, edhe në përdorimet e tyre të përditshme. Miti që magnezi kuron depresionin apo sjell një gjumë të shëndetshëm në sistemin nervor. Këta njerëz, duke besuar te kjo kur magjike dhe te ky lloj marketingu, në shumë raste heqin dorë nga terapi të ndryshme që janë terapi të vërtetuara, humbin kohën e çmuar, humbin parat dhe në fund fare mashtrohen. Po pse është ky mit? E para le të zëm disa studime të cilët kam thënë që magnezi mund të kurojë depresionin dhe është një nga elementet kryesorë për të vënë në gjumë një person ose për të sjellë një gjumë të shëndetshëm. Faktikisht në këto 20 vjet nuk kemi shumë studime për këtë pikë, mund të kemi diku 9 studime që kam parë unë, klinike 20 vitet e fundit. Madhësia e këtyre studimeve në njerëz është e pakët, pra vetëm disa dhjetra persona kanë marrë pjesë, edhe afati i përdorimit të këtyre njerëzve është shumë i shkurtër, 1 muaj, maksimumi 2 muaj. Pra nuk kemi një kohë të gjatë, afat gjatë që ta provojmë. Dhe një studim i tillë me pak njerëz dhe jo kohë afat gjatë nuk është serioz ose nuk të thotë diçka. E dyta, kemi që nuk kemi një standardizim të përdorimit qoftë të masës, qoftë të llojit të magnezit. Se ne pse kemi magnezin citrat, kemi magnezin laktat, kemi bisglicinat, kemi disa lloj magnezësh, dhe te studimet janë marrë të gjëra të ndryshme dhe dozat janë përdorur nga 200 mg deri në 700 mg. Pra nuk kemi një konsensus se sa duhet përdorur, forma kush është më efektive, kush magnez është më i mirë. Kjo përsëri na lë të dyshojmë këtë drejtim. Tjetra, sa janë parë, është parë që tek pacientët që kanë përdorur magnezin për problemet e depresionit, mundet këtë pas një pjesë të tyre ulje të disa simptomave të depresionit, por nuk ka pas as kurim, as shërim. Madje pas disa muajve, tek shumë prej tyre janë kthyer përsëri të njëjta simptoma. Duhet të kuptojmë se 49% të njerëzve që janë të prekur nga depresioni nuk kanë mangësi magnezi. Atëre, në qoftë se nuk kanë mangësi magnezi, nuk ka si ta plotësojmë ne dhe të themi se ata kanë një mangësi biologjike. Po ata që kanë pagjumësi, a kanë mungesë magnezi dhe a i ndihmon magnezi? S'është e thënë, nuk është e thënë gjithmonë. Jo, nuk është e thënë gjithmonë. Ka shumë arsye dhe shumë faktorë që unë do t'i them. Po le të t'i zëm me radhë. Tjetra është konflikti interesi që kanë këto kompani. Nga këto 9 studime, 6 për shembull janë financuar vetëm nga kompanitë e suplementeve, që vënë në dyshim objektivitetin e studimeve. Tjetra, ne të flasim tani për depresionin dhe si ndikon mekanizmi i magnezit te depresioni. Depresioni nuk është një disbalancë mineralesh, është midis tirave, por shumë pak është ndikuese dhe kjo. Ai përfshin probleme neurotransmetueshësh, pra dopaminën, serotoninën, problemet e hormoneve, problemet e tiroideve, të kortizolit. Inflamacioni kronik është i lidhur me faktor psikologjik, me faktor gjenetik, me faktor social. Pra nuk është kaq i thjeshtë. Magnezi ndikon në disa prodhime enzimash nervore që i stimulojnë tru, por është si të thuash kemi një rrjet elektrik në Tiranë gjigant dhe janë disa fije që kanë bërë disa ndriçime të disa rrugëve dhe disa shtëpive. Kjo nuk është zgjidhje. Pra nuk kemi dhënë zgjidhjen përfundimtare. Në ana tjetër, është parë që kur personat kanë marrë dhe placebon, pra hilen, atë sikur është e vërtet magnezi, pra që nuk është magnez. Kanë marrë dhe magnezin që i kanë mashtruar, pra njerëzit që kanë thënë që duhet pini këtë, shpesh diferenca ishte jashtëzakonisht e vogël. Mos harrojmë një gjë tjetër që është shumë e rëndësishme. 99% e magnezit ku gjendet? Gjendet në kocka dhe në qeliza. Edhe nëse mund të kemi pak, trupi jon e lëshon ose e mban gradualisht ose shtrëngon, ose lëshon ose shtrëngon gradualisht magnezin. Në qoftë se ti kalon 3 ditë me stres,
me situata të vështira, dhe i kam bërë analizën e magnezit do dali keq. Është bërë testime për këtë. Dhe pas 3 ditësh, nëse ti je lumtur, ke kaluar një ditë të mirë, një ditë të bukur ose 3 ditë të bukura, niveli i magnezit deri në nivele më të larta. Pra mungesë e magnezit në aspekti laboratorik nuk është e vërtetë dhe nuk mund të bazohet. Plus që mangësia e magnezit është e rrallë. Nga ana tjetër, depresioni është një situatë multifaktoriale. Faktor biologjik, gjenetik, është traumat, stresi kronik, vetmia i personi, marrëdhëniet me të tjerët, varfëria, lekët, pra aspekti financiar, të gjitha këto nuk mundet t'i përmbys në logjik, pra t'i përmbys një mineral dhe të kthej aspektin e depresionit. Pra, në këtë drejtim, efektet që ka të mundshme magnezi duke e marrë, krijon dhe probleme. Çfarë krijon? Disbalancim në zor, bën disbalancim të tensionit nervor, sjell çrregullime nëse do ta përdorim gjithkohës, çrregullime të ritmit të zemrës dhe sjell edhe probleme në veshka. Pra, pilula ideale për depresionin miq të dashur duhet të jetë rregulloni marrëdhëniet tuaja, largohuni nga qyteti, nga zhurmat, nga debatet, mos përdorni shumë celularin, rrisni aktivitetin fizik, mos flini shumë vonë, ulni xhelozin, negativitetin, smirën, shmangni pijet energjike, drogat, alkoolin, duhanin, balanconi hormonet tuaja, balanconi dietën tuaj që të merrni sa më shumë lëndë minerale midis tyre edhe magnezin, që nuk veproni vetëm, por do elemente të tjerë për të përfituar. Pra, nuk është i vetëm. Jepi sa më shumë buzëqeshje, mirëkuptim, tolerancë, dashuri, sepse kjo është pilula magjike e depresionit, jo magnezi. Ky është miti i parë. Ky është miti i parë. Që është edhe poshtë.